إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet i dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, pasi që jemi në xhumon e parë të këtij muaji të bekuar, të muajit të Ramazanit, që na lutim Allahun xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu t'i pranon ditët e agjerimit ton dhe gjitha veprat e mira të bëra në ta, për arsye se o vëllezër, është e ditur se është një muaj i bekuar dhe është aq madhështor që Allahu xhelle xhelaluhu e la këtë muaj një arenë e gjerë dhe e hapur, një fushë e madhe për garim që të garojnë në robërit e tij në këtë muaj për në veprat e mira, ashtu që të arrin mëshirën e tij, ndihmën e tij, mbrojtjen e tij, faljen e tij dhe shpëtimin e qafave të tyre nga zjarri i xhehenemit. Padyshim se Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron që robërit e tij të i shfrytëzojnë të mirat e tij dhe të shpëtojnë, e që një ditë kur të kthehen te Allahu xhelle xhelaluhu të dalën me fitim dhe të dalën të fituar e të lumturuar, kur do të shpëtojnë ditën e kiametit te Allahu xhelle xhelaluhu, e që Allahu xhelle xhelaluhu të na gëzon që të na nxjerr emrat tonë që na i ka liruar qafat tona nga zjarri i xhehenemit. O vëllezër, tha një poet arab, ata Ramadanu mezra'at al-ibad li tathhiri al-qulubi min al-fasad فأدي حقوقها قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. Erdhe Ramazani, vend mbjellja e ytë, fusha arena më e gjerë për të garuar, kush do ta nxjerr mbjelljen e tij më të fortë dhe më të mirë është ky muaj, që ti të garojsh e të bësh vepra sa më shumë në to dhe sa më të mira, dhe të marrësh e t'ja apish hakun atij me fjalë e me vepër, duke përgatitur pajisjet e tua për ditën e ahiretit kur do të kthehesh te Allahu xhelle xhelaluhu. Faman zara al-hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawm al-hasad. Kushdo i cili e mbjellat mbjelljen e vet, por nuk e ujitën atë, le ta din bindshëm se një ditë do të rën kon nga keqardhja e tij në ditën kur do të korrin të gjithë, e ti nuk e ke ujitur mbjelljen tënde. Nuk është agjerimi jon që na vetëm të agjerojmë ditën e saj, e mos të ndalohemi, a mos të pengohemi nga asnjë keq. S'është agjerimi që na të agjerojmë, por mos të bëjmë as mos të shtojmë asnjë vepër të mirë. O vëllezër, na jemi më të nevojshmi që Allahu të na mëshiron. Na jemi më të nevojshmi që Allahu të na i falë mëkatet. Dhe jemi më të nevojshmi që Allahu xhelle xhelaluhu të na i liron qafat tona nga zjarri i xhehenemit. E mu për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për derën një ndër dyert më të mëdha të mirësisë.
Në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu nga Muadh ibn Xhabeli radhiyallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, a dëshiron që të tregoj ty për një nga dyert e mirësisë e ceku, tha as-siyamu junna. Agjërimi, tha, është pengesa dhe ajo fortesa e cila të pengon ty në mes teje dhe zjarrit të xhehenimit. Hadithin tjetër të cilën transmeton Imam Ahmedi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as-siyamu junna yastajinnu biha al-'abdu anin nar. Tha agjërimi është një pengesë e madhe, një mbrojtje që të mbron dhe mbrohet me ta njeriu nga zjarri i xhehenimit. A thua vallë, na nuk jemi të nevojshëm që të shpëtojmë nga zjarri i xhehenimit, apo ta anashkalojmë çështjen e agjerimit dhe të këtij muaji përsëri në gjumë, përsëri në punë, përsëri në angazhim, e të vjen kohët e namazit dhe mos të i vërejmë se kanë ardhur, të vjen koha për të cilën të gjithë e shfrytëzojnë me fjalë, me vepër, dhe na të jemi nga më të mangdit dhe më të neglizhuarit, kur në momentin më të duhur, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu xhelle xhelaluhu në çdo natë, dhe kit nuk e gjen vetëm se në Ramazan, hadithin të cilën transmeton Imam Tirmidhiu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Allahu xhelle xhelaluhu liron qafa nga zjarri i xhehenemit, dhe ajo për çdo natë. Kur për çdo natë? Këtu në Ramazan, o vëllezër. Transmeton Imam Ahmedi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha, gjithashtu Ibn Majah, nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna lillahi fi kulli fitrin utaqa wa dhalika fi kulli layla. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, në çdo iftar liron qafa nga robrit e tij prej zjarrit të xhehenemit, dhe ajo në çdo natë. Në çdo natë të iftarit liron qafa Allahu xhelle xhelaluhu nga zjarri i xhehenemit. Pra të jemi ata të cilët e gjejmë vetveten aty ku Allahu xhelle xhelaluhu na fal. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se ky musafir i madhërisëm i Allahut xhelle xhelaluhu është me aq shumë mirësi të mëdhaja dhe aq me begati të mëdhaja, që kushdo i cili e shfrytëzon ata me llogaritje në shpërblimin të Allahu xhelle xhelaluhu, padyshim se arrin shpërblime të mëdhaja. A nuk mjafton shpërblim që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të t'i fal të gjitha mëkatet? Hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kushdo i cili e agjeron Ramazanin me besim, duke e llogaritur vështirësinë të cilën e ka shpërblim të Allahu xhelle xhelaluhu, dhe ai me shpresën e madhe të Allahu xhelle xhelaluhu se për to ka shpërblim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Kushdo i cili e agjeron ato me besim dhe me shpresën e madhe se Allahu xhelle xhelaluhu do ta shpërblen për atë vujtje, dhe se normal që ti nëse gjen vështirësi në ditën të cilën ti agjeron, dikush i cili punon, ai gjen vështirësi në to, është i angazhuar, gjen vështirësi, por ai e plotson obligimin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe llogarit këtë vujtje, këtë vështirësi dhe këtë problem të tij, nëse ai has në vujtje, e llogarit se në ditë do shpërblehet te Allahu xhelle xhelaluhu. Padyshim se obligimet e Allahu xhelle xhelaluhu ndoshta ndonjëherë gjen ndonjë vështirësi, por shpërblimi i asaj vështirësie është shumë i madh, vëllezër. Vetëm me ato të agjerosh e të besojsh edhe të llogaritish shpërblimin Allahu xhelle xhelaluhu, të t'i fal të gjitha mëkatet. Në këtë muaj e kemi këtë shansë, vëllezër, që të arrijmë shpërblim të tillë e të madh, të llogaritish, të shpresojsh shpërblim edhe nëse gjen vështirësi, të dalësh në namazin e sabat me xhamat, me të vërtetë se është vështirësi, edhe agjerushëm, edhe të dalësh të falësh, është vështirësi, por shpërblimi është shumë i madh. Allahu xhelle xhelaluhu këtë muaj shpërblen shumë, e të falish namazin e taravis, të qëndrojsh bashku me imamin deri në fund, 20 rekate, 30 rekate, që të qëndrojsh deri në fund është pak vështirë. Mirë po, nëse jenë nga ata të cilët llogarit se do shpërblehesh,
te Allahu xhel xhelalu, padyshim se shpërblimi është shumë i madh. E çka ta merr mendje për atë i cili as e agjeron, as intereson, as namaz nuk prezanton, e për fat keq bile në namazet, të cilët janë farze që në këtë muaj ndoshta dikush ende i na shkalon. Na kemi folur shumë dhe nuk dua që të jemi të bezdisur, por o vëllezër, gjendja jon nuk është në rregull si musliman që na e prismi një musafir të tillë, që ende të i lojmë namazet me xhamat të na ikin nga xhamia. Kur do të përmirësohemi ne? Kur do të i ujisim mbjelljet tona që një ditë të i korrim së bashku me ata të cilët do të gëzohen ditën e korrjes? Lusim Allahun xhel xhelalu, që Allahu xhel xhelalu të na përmirëson gjendjen tonë, ta pranon agjerimin tonë dhe të na i lehtëson veprat e mira në këtë muaj. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.